Welcome to the Alba's vlog. While Alba and Claudio are waiting to move into their new home, life continues at its fast pace. Despite this, Alba spends a good time with her niece and nephew, buying things that makes her happy. Goca juaj mbaroi të gjitha punët dhe takim. Okay. Let's start from the beginning. Good morning, beautiful people! Mirë se vini në një vlog të ri, si gjithmonë të rreshtu nisim vlogun e ri. Sapo kam hipur në makinë tani, në fakt Stormin tim do ta lë që të lanë, do ikim me Toyotën e vogël të Clyde-it dhe do ikim që të bëjmë ja dy zgjedhje të tjera për shtëpinë. Jemi në fazën që duhet të zgjedhim hidrosanitaret për tualete, gjithashtu duhet të zgjedhim dhe pllakat për verandën. Gjërat po shkojnë shumë mirë, janë ndezur gjithë ndriçimi, janë vënë gjithë spotet në shtëpi. Jemi në rrugë shumë të mbarë, është lyer komplet shtëpia, kështu që besoj që këtë javë do të avancojmë akoma më shumë me gjërat e tjera. Me shfutur një mushkoj në makinë, do më pickoj të më bëj zbar. Se jam edhe me të shkurtra, unë sot është vap në Tiranë, sot duhet të isha në plazh, por jo, unë do jem në Tiranë dhe burri do jetë në plazh këtë fundjavë. Ka një organizim me shoqërinë, kështu që do je vetëm çuna, unë nuk do jem. Shko shpirti, tha shko pa problem. Se do bëjtë unë organizimet e mia. Tani të nisem unë që ta lëm makinën në lavazh edhe të marrim Edhe që thoni ju njerëz, është herët në mëngjes, është ora 8:30, sepse duhet të zgjohet robi një ditë fundjavë në orën 8:30. Sepse kemi takimin me arkitektin. E di që më pret një fundjavë e rrëmujshme se të gjitha fundjavat e mia. Gjithashtu, pse më shohin gjithë njerëzit në vllazë, makinën time po filmoj për shefin tim. Njëra sajra në shtëpi më në fund, vendosëm edhe për mobiljen e banjës së vogël, kemi vendosur lavamanin e banjës së madhe, se më pjesa tjetër e mobiljes do jetë është strukturë metalike dhe gjitha është me porosi, kemi vendosur grupet e dusheve, grupin e lavamanit, grupin e bides, edhe kështu. Ishte zgjedhje shumë të vështira, sepse janë forma aq të ngjashme me njëra tjetrën dhe ndërkohë ti duhet të shikosh pak dhe anën funksionale që ta kesh praktike, për shembull çezmën mos u derdhet ujë anash lavamanit edhe kështu gjërash, por nuk kam filmuar asgjë, thjesht kam bërë foto gjërave që zgjodhen që ti kem parasysh kur të vinë tek shtëpia. Dhe do t'ua lë çik surprizë tani se avash jemi drejt fundit, kështu që do ta tregoj në fund se si do dali e gjithë shtëpia. Edhe kështu, tani më duhet që të dal, kam lënë të pi kafe me motrë, pastaj në orën 12 kam një takim, pastaj pas dreke kam lënë që të takoj një shoqe që kam kohë pa e takuar. Gjithashtu duhet t'ju blej dhurat fëmijëve, nesër është qershori, unë si kam bler asgjë, madje jam shumë mos i vjen sepse çdo vit kam menduar përpara për të gjitha këto gjëra. Gjithashtu njerëz, kam lënë të takoj motrën tani bashkë me Sjelin, mbesa më merr në telefon çdo ditë dhe më kërkon make-up, teze dua make-upet e tua. Kështu që kam vendosur të jam janë 2 make-up të vogla që mua më rante kalendari adventi i Revolution, është një highlighter, një lip me xixa, një gjëra thjesht që të gënjehet dhe mos i prishi motrës make-upet e mira, që përdor për ditë se ja ka prishur që të gjitha. Ikim tani se jam super vonë në ora 11. Si të duket? I bukur është? Ka xixa? Po këta të tjere të pëlqejnë? Është Leila, është sa i bukur që është. Leila, po, është si bluza jote, shpirt. Do të thoj tezja si lyesh me ata, jo te buzët, nuk është për buzët, ajo. Vere mustaqe, po s'ka që. Mami na fshi qik. Teze, je po shumë e bukur. Jesh i Barbie. Kur është Sjeli bukurosja? Ku do ikim ne tani? Te parkimi, po pastaj? Te Deliorgji që të temi oggi. Më në fund kemi ardhur në shtëpi njerëz, varova dhe takimin që kisha në ora 12, edhe tani kam ardhur në shtëpi. Kam ardhur te shtëpia e Nelës, Nela po gatuan makarona, jemi pas Sjelin, jemi child free, Sjeli është nga gjyshja. Dhe porim vetëm njerë, po bëjmë muhabet rehat, pa një fëmijë vërdall që do të luaj. Dhe ju thash që kisha porositur disa make-upet të reja. Porosin e kishim bërë bashkë me Nelën, bashkë Marion, kishim bërë gjitha nevojat tona që kishim për make-up, kështu që i kisha këtu te Nela dhe t'ju tregoj tani se çfarë kam marrë. Janë super cute.
Ky është produkti I parë dhe është një bronzer nga Anastasia Beverly Hills dhe e kam marrë në shade-in në ngjyrën Sun Kissed Dreams. Duke shumë I bukur. Shikojeni? Këtë ka ngjyrën, këtu duhet të hiqet letra, duhet të ketë pasqyrën poshtë. Këtu ka pasqyrë. Nice, I love it, duket shumë I bukur. Nuk e kam provuar ende, se tani po I shoh dhe unë së bashku me ju. Tjetër kam marrë produkti tjetër është ky concealeri nga Rare Beauty. Nuk e kam provuar ndonjëherë, kam marrë në shade light dhe ka të veçantë, sa kam parë në internet, ka këtë kokën që e ka kështu metalike. Dhe thonë, sa kam parë review të gocave që e ka përdorur, që është shumë freskuese në momente që ti e vë në kontakt me lëkurën për shkak të asaj furçës metalike që ka. Produkti tjetër, ju thash që kam marrë një blush të narsit, është ky këtu, prit se kam hequr nga kutia që do t'ju tregoja direkt. Është në Orgasm Edge. Është shade që kam zgjedhur. Okej, ky është dhe blushi, nuk duket fiks në kamera ngjyra, por është pak në pjeshk dhe nuk është fiks tamam roz. Është nice, por është mini. Këtë I kisha ngatruar për rosin me thënë të drejtën, sepse nuk e doja në size mini size, doja në full size. Por it's okay, do mbaroj, do marrim tjetër. Këto ishin make-upet e reja. Tani po vdes për të ngrënë në fakt, ka vajtur ora 2:20 dhe po më hajt keq fare, sepse më kam mësuar që ta ha kaq vonë drekën. Ta ha drekën, domethënë do iki në shtëpinë time që të mbaroj një 2 punë, një 2 lavatrice për të vënë sot, me patjetër duhet të shkoj të shkurtoj fustanet. Dhe pastaj duhet iki të takoj të shoqin që e kam pak sa larg. Goca juaj I mbaroi të gjitha punët dhe takimet. Tani na kanë ngelur vetëm dhuratat e 1 qershorit dhe do ikim direkt për në teg. Bëni mirë ju njerëzit e tjerë të keni ikur në plazhe dhe mos ke trafike dhe shumë ngarkesa nga tegu. Nuk e kam iden fare se çfarë do t'ju marr bebave, të shoh ndonjë lodër, po me thënë drejtën, kanë aq shumë lodra sa I kanë të gjitha. Por nëse si që I dojnë lodër, do të marrë një veshje cute për tani në verë. Dhe pastaj njerëz të mblidhem në shtëpi më në fund e do shplodhe, thjesht do qetësohem. Thjesht që thoni ju, më ka nisur prapë dhimbja e dorës, tendiniti. Më ka mërzitur shumë, por kam qenë pak pa qef këto ditë, më zuri dhe një viroz, isha pak me temperaturë, kështu që nuk jam marrë fare me ato punë. Sa mora unë kur dhe ilaçe për sinuset, se isha e bllokuar, më zuri viroza, as antibiotikët për sinuset si fillova, më ka zënë dhe prap dhimbja e dorës që nuk e di ku e kam vrarë kësaj here, por më duhet të merrem seriozisht me këtë punë. Duhet të takoj prap një reumatologe, nuk e di ç'a bëj në këto raste të tendinitit kronik. Bëhet do një eko, ç'a bëhet për ta parë ku është problemi dhe si mund të zgjidhet. Good morning, nga dita tjetër. Po e hap kamerën në dreke, është ora 1:15 dhe tani jam bërë gati sepse do ikim që ta ham një drek te agroturizmi te Arra. Kemi qenë edhe një herë tjetër, madje kam qenë duke bërë vlog. Na ka pëlqyer shumë ushqimi dhe vendosëm prapë të shkojmë atje. Sot është një qershori, gëzuar një qershorin të gjithë roça poçave, të gjithë kalamar. Paçim një fëmijëri sa më të lumtur dhe sa më të gëzueshme. Dhe meqense një sekondë po merr mami. Po mami. Ha. Po, se për 5 minuta dalu. Po dali. Po i kemi mami dhe babi, është edhe motra, kunati, edhe natani. Dhe që thoni ju, ne s'kishim vendosur asgjë për këtë fundjavë, por është koha super e bukur, ka ardhur përfundimisht vera, me thënë drejtën ka filluar dhe pak vapa dhe i nxehti, po dhe sa të mësoj. Unë kam shumë që verën, por ky moment I parë që rritet temperaturat, sa të përshtatemi, sa të mësohet trupi, është pak kështu. Okej, se ula pa kamerën sepse po dukesha shumë poshtë atje. Kam veshur thjesht një elegjiz gjise të gjata, nuk e keni ide çfarë lëmshi kam bërë këtu dhe sa rroba kam nxjerr, por është një vend agroturizëm, fshat, kështu që do dukesh rrobat shumë të papërshtatshme për atje, po kështu me gjise besoj se jam okay dhe samba nga këmba. Tani, para vite piva kafe me mamin dhe babi dhe u ktheva në një dyqan që kam këtu te lagja afër te shtëpia, që ka aksesor, do t'ju tregoj sepse ka marrë aksesor shumë të bukur. Po
filloj të parët me këta vëthët, që janë kështu si lule të thara dhe është në ngjyrën jeshile. Janë shumë të bukur, e di që i shikoni kështu dhe nuk i mendoni se me çfarë do të kombinoj, por unë që i kam bler, e kam menduar mirë se me çfarë do t'i kombinoj, dhe do t'i shikoni në vazhdim, sepse fundjavën që vjen është e pritja pushim, sepse është Bajram, kështu që 3 ditë pushim, të bëjmë 3 ditë plazh, dhe unë i kam menduar shumë mirë se me çfarë do t'i kombinoj. Okej, tjetër kam marrë një piercing të ri, i marrë stainless steel, që është material çeliku. Më pëlqen shumë në gold, dhe këtë që kam aktualisht gold e kam. Shikoni sa i bukur si lule. Se kap tamam fokusi. Se është shumë i vogël, por do të ndryshoj tani këtë që kam të vëtëriun. E bëj pak me alkool dhe ndryshoj vetë, nuk është asnjë problem. I treti është ky byrzelyko. Sa i bukur dhe sa veror që është. Këta byrzylykët e mëdhenj janë sipër këtu te krau. Edhe ngushton sa të duash. Shikoni sa i bukur është? Edhe këta nuk do ta vesh kështu me xhinse, por me një fustan shumë të bukur të gjatë, me disa aksesor veror, do duket super bukur. Okej, njerëz, e ndryshova, nuk e di sa i dalloni atje, po duket shumë bukur. Okej, kështu duket pirsi i ri. Duhet të dal, po vesh sambat nga këmbët që të jem rehat, po marr çantën e vogël Guess, edhe besoj se dukem super okej kështu. Every day has a melody of life. I am satisfied with the melody of my life. 이제 하늘 속에 like melody 흘러와 그 멜로디는 맘을 열어주는 열쇠. 영원히 맴돌아 나의 곁. With every beat a new day breaks. Life melody. O kthyem njerëz nga dreka, do më thonë tani është ora 6:30, dreka shoj shumë mirë, pavarësisht se kishte shumë njerëz, kishte edhe pak rëmuj si ishte organizimi për një qershorin, kishte animator, fëmijë plot pafund, zhurmë pafund, po pushua shpejt, në fund sikur u qetësuan disi. Dhe gjeni kush po ka ardhur tani? Shikoni këtë kuqaloshin? Buri skuqë nga plazh. Po, sepse njeri ka në plazh pa grunë. Edhe nuk di të mbrohet nga dielli. Ja dhash kremin e diellit, ja dhash me vete, po Ne pa të tjerat nuk janë kujdesshëm sa gruaja. të griva, ti shkolla dhe. Ja, që më mban mirë kështu. E shumë merdi buri, i skuqur nga dielli. Të vdesim. Po e di këta që torturova diellin me Mazdën, se ma kishe marrë pasati. Kam shkrirë dje te kjo makinë. Jepni te Mazda ato. Mirë këtë, po dhe tani s'morëm pasati, morëm prap Mazda. Se kemi 700 mjete që i lëm vërdall, motorin e kemi lënë nga shtëpia e re. Kështu që tha po marrim Mazdën, po praktisim Mazdën andej, dhe po kthehemi me motorin pastaj si njerëz. S'kam vdesim, E mirë. Hajde, flasim pastaj se... se nuk gjoj mirë në pafshim. Lasëm prapë, s'kemi kondicioner, alo. Dëgjohesh. Tu tani po testojmë ndriçimi, se janë mbyllur grila dhe se si do më duket ndriçimi kur të xhiroj, kur është rësuar në shtëpi. Nice, I like it. Duket shumë mirë. Prit, këtu duhet të jetë akoma më bukur. Dhe këtu të jetë garderoba me gjiganda. Jo e gjiganda, po mjaftu shumë më madh. E që thoni njerëz, më ka dalë edhe një herpes këtu, që ma shpif, më bezdisja se të në shumë. Dhe klari është shtypje vëcën! Why in the world duhet të shtypje vëcën pikërisht tani? Tani, tualeti vogël është kompletuar komplet, por një shpirt mos do futemi të bëjmë në i dush. Hajde, mos bëj ujë. Por, ju thash që nuk do t'ja tregoj tani, sepse do kemi një home tour kur të vi momenti. Kështu që nuk do t'ja tregoj tani. Por më pëlqen, ka bërë shumë bukur. Të po ju thosha që isha sëmur unë jam në kaluar. Shifeni, pra më ka dal një herpes, këtu jam bërë shumë e shëmtuar, vjem shumë e shëmtuar gjatë kësaj video. Vazhdojmë në testimin e dritës natyrale në sallon. Dhe në këtë orë është golden hour dhe kam dritën perfekte në sallon. Ja, këtu do më thënë, është drita perfekte.
Super duper nice. Qa ka? Po e ti e pash. Ja, grillat, bukur. E di. Shumë e ka bërë. Ta kemi nga 2 krahët e krevatit, kontrollin e plot mbi grillat dhe dritat. Ka shpitën? Hajde, vajta. Se ka dalë shpia të përqenë. E më një ka dalë. Ka dalë e bukur. E bukur. Ty me si po të pritit të vim tunë. Kur do vim e tu? Se më dhe më gjimë po më pritet. Më më qërë shumë këtë drita që mbim pas dite këto në salon. Shisa e bukur që është. Tani po përëndon djeli, po ishte perfekt. Dhe hopa, dole me verandë. Veranda është një lëmsh i vërtet, është i papërfunduar.